Një aksident i rënd automobilistik me pasojë vdekjen e një 39 vjeçareje ka ndodhur në kryqëzimin që lidh fshatin Varipop me autostradën Levan-Tepelen. Sipas burimeve nga vendi i ngjarjes, por edhe atyre zyrtare nga drejtoria vendore e policisë, një autovetur tip Kia që drejtohej nga një shtetase 39 vjeçare, identifikuar si Nertila Abazaj, ka dalë nga rruga e fshatit Varipop për të hyrë në autostradën Levan-Tepelen. Në momentin e hyrjes në autostradë, automjeti i saj është përplasur nga një furgon që përqarkullonte në këtë aks rrugor. Si pasojë goditjes së fortë, 39 vjeçaria ka humbur jetën në vendngjarje, ndërsa drejtuesi dhe pasagjeri që ndodheshin në furgon janë transportuar drejt Spitalit Rajonal Fier për të marrë ndihmë mjekësore dhe janë jashtë rrezikut për jetën. Menjëherë, pas aksidentit, në vendin e ngjarjes kanë mbërritur shërbimet e policisë dhe patrulla e qarkullimit rrugor për të normalizuar lëvizjen e automjeteve në këtë segment. Gjithashtu, janë thirrur edhe shërbimet zjarfikse për të bërë të mundur nxjerrjen e trupit të viktimës nga automjeti. Ndërkohë, specialistët e qarkullimit rrugor të DVP-s Fier arrestuan shtetasin me inicialet PM për veprën penale, shkelje të rregullave të qarkullimit rrugor me pasojë vdekjen. Aktualisht, shtetasi PM dhe pasagjeri që ndodhi në automjetin e tij, shtetasi SR, ndodhen në spital për ndihmë mjekësore jashtë rrezikut për jetën. Materialet procedurale ju referuan prokurorisë së Fierit për veprime të mëtejshme.